Kjo gjendje e cila është tani paraqet rrezik serioz për qytetarët, mjedisin, pronën dhe sigurinë publike. Në ditët e fundit është vërejtur një shtim i ndjeshëm i rasteve të zjarreve në nivel vendi. Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave, njësitë profesionale të zjarrfikjes dhe shpëtimit janë angazhuar me gjitha kapacitetet për të shuar vatat e zjarreve, si dhe për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të tyre. Nga numri, nga statistikat, nga raportet të cilat i kemi marrë nga njësitë e zjarrfikjes shpëtimit dhe nga qendrat operative 112, do thotë numrat janë si në vijim. Vetëm javën e parë të marsit i kemi pas 57 raste të zjarreve, ndërsa vetëm nga data 7 deri me datën 10, që nënkupton vikendin që e lëm pas, kanë qenë 294 raste të zjarreve. Prej tyre, 75 kanë qenë malore, 156 kanë qenë zjarre fushore dhe 63 kanë qenë zjarre tjera. Zjarret aktive momentale dhe më serioze janë në Drenas, në fshatin Dobroshec, në Kamenis, në fshatin Firiqev dhe në Malishev, në Drenac. Nëse flasim për shkaqet e zjarreve, shkaqet kryesisht janë, domethënë, dora e njeriut. Domethënë, vijnë nga faktori njeri. Ne si agjencion kemi ndërmarrë veprimet e nevojshme, kemi ngrit gjendjen e gatishmërisë në nivel vendi dhe nga sot kemi dhe fillojmë me patrullimet e rregullta të zjarrfikësve në gjithë komunat. Gjithashtu jemi në koordinim, kam pas edhe takim me zëvendësdrejtorin e policisë, ku jemi dakorduar që të rritet numri i patrullimeve në nivel vendi, por edhe hetimi i këtyre rasteve në mënyrë që kryerësit të sillen para ligjit për veprat e tyre. Kjo situatë, çfarë është tani, është jashtë normales. Numri aktual i zjarrfikësve në nivel vendi është 739, pavarësisht që një komunë mundet me pas numër më të vogël të zjarrfikësve, nëse është e nevojshme, do thotë ata kërkojnë ndihmë përmes qendrave operative 112 dhe ne i angazhojmë njësitë e zjarrfikjes në rajonet përkatëse, por nëse është e nevojshme, domethënë edhe më shumë në nivel vendit. Kështu që është sfidë sa i përket kujdestarisë, mirë po sa i përket operimit, për momentin do thotë numri i zjarrfikësve në nivel vendi tregon që kemi kapacitete të mjaftueshme nëse do thotë shkojmë në situata normale. Po këto situatat jashtë normale, cilat jemi sot, këto vënë në rrezik edhe operacionalitetin sepse janë të shpërndara me numër të madh në të gjithë vendin. Domethënë është numri 294 raste për 3 ditë i paimagjinueshëm. Është enorm.